Opinionisti Ilir Deda foli në lidhje me zgjedhjet e 28 dhjetorit, duke thënë se ka ndodhur një tërmet politik. Ai tha se këtu përfundon një epokë politike në Kosovë. Tërmet politik, kjo është çka ka ndodhur, një mend dhe i cili e përfundon një epokë politike në Kosovë. Asgjë nuk është më e njëjtë sa i përket politikës së Kosovës, partive politike dhe skrenës politike në Kosovë. Kaosi në të cilin e gjuan opozitën në rezultati zgjedhor i 28 dhjetorit nuk rikuperohet me lojra të brendshme politike me filozofi ekzistuese për mbjetesë të individëve të cilët janë në politikë. Veprimtari Halil Geci ka reaguar ashpër ndaj gjendjes aktuale të Lidhjes Demokratike të Kosovës, duke cilësuar LDK-n si një parti në rënje të kujdisur dhe në shërbim të coptimit të Kosovës. Në një shkrim kritik, Geci akuzon kryesinë e partisë për humbje të arsyes politike, mungesë vizioni dhe përvetësim të një politike vetë shkatruese larg vlerave të Ibrahim Rrugovës. Ai fajson drejtuesit dhe mbështetësit e tyre për zëvendësimin e programit me thyrje, propagandë dhe etiketime, duke theksuar se kjo qasje e ka zhytur LDK në humbje elektorale dhe izolim politik. Sipas Gecit, dështimi po maskohet si shëndrim parimor, ndërsa partia po humbet kuptimin e ekzistencës së saj politike. Në vim, shkrimi i tij plot, LDK, shumë kryesi pak tru një rënje kujdisur në shërbim të coptimit të Kosovës. Manual praktik si të fundosësh një parti dhe ta quash këtë shëndrim parimor, rasti i LDK, nga trashëgimia e Rrugovës te politika e vetë asgjësimit. LDK-ja e sotme është dëshmi pothuajse shkencore se si një parti mund të humbasë gjithçka sapo humb rrugën politike, kontaktin me realitetin dhe arsyen elementare. Kur një parti humb arsyen, ajo humb radhazi, vota, ndikim, drejtim dhe në fund edhe kuptimin e ekzistencës së vet politike. Rënja e LDK-s në duart e njerëzve të ardhur si parashutist, nga qarqe anti-Kosovë dhe nga anti-LDK, ishte e parashikueshme. Kur në krye të partive vendoset një figure përgatitur për ta çmontuar e jo për ta udhëhequr, fati është i vullosur. Partia e Ibrahim Rrugovës shtyhet drejt harresës me plan, me disiplinë dhe me arrogancë. Për këtë humbje nuk mban përgjegjësi vetëm kryetari, fajtor janë edhe ata që brojt shkollat politike të lumirit i shndërruan në qëndrime parimore, që dështimin e paketuan si strategji dhe që pordhat politike i sublimuan në aromë ideologjike për rrethin e lëpjësve që e mbanin këtë projekt artificial në këmbë. Të njëjtët njerëz, nga mëngjesi deri në darkë e shanin Albinin, e etiketonin si Ceragor dhe e thonin se s'pas ka asnjë varr në Kosovë. Jo nga bindja, por nga servilizmi, jo nga ideologjia, por për t'ia bërë qefin Lumirit dhe klanit të tij politik tashmë të konsumuar. Ata jetonin me iluzionin se sharja do t'u sillte vota, se fyerja do të zëvendësonte programin dhe se urrëtia do të mbulonte boshllëkun. Por haruan që në të vërtetë elementare politike Kurti nuk ndërton varre por mbi njerëz të gjallë. Ai ka pas vetes një armat qytetarësh aktiv, ndërsa këta, duke u marrë me thyrje e etiketime, u shndërruan vetë në kufoma politike. Ata mbetën me varret e tyre, ndërsa Kurti ecën përpara me të gjallët. Historia është brutalisht e drejtë. Të gjallët ecin, varret mbesin prapa. Sipas logjikës së tyre të mbrapsht, mbi 70% e popullit të Kosovës na qenë kanë rus, vetëm pse mbështesin vetvendosjen. Madje edhe vetvendosja sipas kësaj propagande primitive pas ka orientim rus, me këtë aritmetik shesharake rus, po rezultokan pikërisht ata që e shtrin sovranitetin e Kosovës cep më cep të territorit dhe që vendosën ligjin e shtetin aty ku dikur sundon të Beogradi, ndërkohë shqiptarët djathtisë dhe shtetformues po na dalin ata që ja jetësuan amanetin e Rankovicit, ata që ja dhuruan Serbisë veriu me Trepçën e Ulmanin, ata që e bekuan krijimin e 10 komunave serbe, ata që pranuan mbi 40 kisha serbe me status ekstraterritorial duke i falur Serbisë, ishu i sovraniteti brenda Kosovës dhe që gjithë kjo sipas tyre pas ka qenë patriotizëm. Këta mund të quhen djathtist, por jo të LDK-s Rrugovës. Këta janë djathtist të Sheshelit, djathtizëm i dorëzimit, i pazareve dhe i nështrimit, i maskuar me fjalë boshe për shtet dhe kombë. Ata e dhanë tokën, pasuritë dhe sovranitetin, e sot shesin moral. Të quash rus ata që mbrojnë Kushtetutën e Republikës së Kosovës, kufijtë e saj të njohur nga SBA-ja dhe nga 122 shtetet të botës, është kulmi i absurditetit politik, por në universin paralel të LDK-s, faktet nuk vlen dokumentet ndërkombëtare, nuk vlen sovraniteti, nuk vlen ligji, vlen vetëm sharja, etiketa boshe dhe vetëm shtresa kolektive. Kur s'ke argumente, shpik armiq, kur s'ke vepra prodhon thyrje,
dhe kështu dështimi shitet si ideologji ndërsa fundosja e partisë quhet qëndrim parimor.